Jemi rikthyer në pjesën e fundit të hapësirës tonë të gatimit. Ju kujtojmë se kemi përgatitur 5 foljat të mbushur, e kemi në furrë, në pjekje sipër, besoj se deri në përfundim do të jetë gati për t'ja u treguar. Kemi vazhduar me gjellën me mish me qep. Edhe në tavë mund të përfundoj, edhe në tenxhere mund të vazhdoj procesin e zjerjes. Në një temperaturë mesatare, vazhdon të zjedhe mishi dhe qepa po ashtu. Tani do t'ju tregojmë produktet e çokoladës shtëpisë. Faleminderit. Çokolada shumë e mirë për zemrën, ka magnez. Ambisat, s'ka çokolada. Sa përqind kakao ka kjo? 60-70? Tu nga shija aty duket. 70. Te 70-a, që është jo shumë e ëmbël, edhe shumë e mirë, është e shëndetshme nga pak. Për zemrën është e shëndetshme, ka magnez. Çfarë do të përgatisim ne? Kemi çokoladë të zezë 250 gram, kemi biskota, 70 gram lajthi të pjekura, edhe të bluara, 3 lugë gjelle qumësht, 3-4 lugë gjelle kokos të bluar, dhe 1 lugë çaj që është opsionale, rum. Paksa për atë aromën. Përgatisim pra çokolata shtëpie. Me këto përbërësit, pra biskota, lajthi, kokos, mund t'jenë lajthi të bluara, mund t'kemi bajame, po receta e do me lajthi, se duket kombinohet si të dëshironi ju. Këtu kam edhe në fletza, këtu kam vendosur edhe fëstik, këtu kam biskotat, sheqerin, aren e kokosit, që të gjitha vendos një tenxhere me ujë, njën qelqi, për të bërë për shkrirjen e çokoladës të banjo mari. I shtoj. Me avujt që do të krijoj tenxherja normalisht do filloj të shkrihet. Tu do të marr biskotat, do t'i bëjmë pluhur dhe ato. Pa. Kemi pluhur sheqeri, kemi pluhur kokosi. Disa për shembull shtojnë edhe gjalp. Aty tek biskotat. Disa shtojnë gjalp, disa nuk shtojnë. Ja të shikojmë a ka filluar apo jo çokolada të shkri në banjo marisa, të filloj të ngrohet fundi. Atëherë, me pak gjalpin të lutem? Fundi i faleminderit tasit. Me mos harojmë edhe pak, do t'i sjellim, sepse unë shtoj pak gjalp. Jepa të shkëlqimin dhe ndihmon edhe më mirë për t'u shkrirë çokolada. Pluhurin e sheqerit aty poshtë dhe pluhurin e biskotave. Fillon edhe. Tani ajo shkrin dhe nëse e lëm 1 minutë përsëri ngrin, kështu që duhet punohet sapo të shkrit bashkohet. Direkt. Pluhurat. Po të doni ju, unë faktikisht nuk i kam shtuar pije. Ato rumin që kishim në recetë. Sepse e ndryshon pak atë shijen, e ndryshon pak shijen. Ja, edhe pak sfare që të shkri këtu. Tani rikthehemi përsëri te çokolada, ka shkrira çokolada, besoj? Për të shkrirë ka shkrirë, po, që është edhe e nxehtë. Që mos kemi asnjëherë problem me masat. Shtoj masën këtë çokolada. Po.
Pra do më thënë këtu kishim në pluhur kokosi, Po. kishim lajthi ose stika, bajame dhe pluhur sheqeri. Po, ja. Këto janë përbërësit që janë pektasi me pluhura, të cilat i bashkuam tani me çokoladën e shkrirë. I bëjmë si topsa, apo do t'japim format të tjera? Sepse është e nxehtë edhe ena e qelqit. Po dua ta punoj këtu sepse është e nxehtë dhe i bën është akoma edhe më mirë. Të janë tamam çokolata festive, që kanë brenda edhe Ato që dikur bënin dhe ëmbëlsinë dhe bukurinë. Normalisht gjyshet tona çfarë bënin? Kur kishin sheqerin e kristalt, merrin atë shishen e qumshit apo të kosit, edhe Si jep oklain e trashën dhe i shtypnin sheqerin për të bërë. Marat me gjithçka në mënyrë të tillë vepronin. Kishin shumë pak mundësira. Tani janë të gjitha mundësit për t'i kthyer rarat edhe çdo produkt tjetër për 1 minutë në gjendjen që dëshiron. Patjetër. Tani kjo është punuar derisa Sepse është e nxehtë, derisa të mos ngjit kjo si brum, si masë. dhe kjo është e fundit, besoj. Kjo është e fundit. Punoj mirë dhe tani është momenti që t'ju japim atë formën. Unifikoj japtjet e një trajtshme. S'ka nevoj as të qëndrojnë në frigorifer, as të piqen, i bëjmë aty formën dhe i përdorim ka përshtypje dhe për të qërasur. Me qënë se kemi dhe plurin e kokosit këtu tani, që i ngjyem aty, i përkasim edhe i japim atë idenë e flokëve të borës dhe janë dhe shumë festive dhe shumë të thjeshta. Shohim edhe njerë së bashku recetën e shkruar, si mund t'i përgatisni në shtëpit tuaja këto çokolata shtëpie. 250 gram çokolate zezë, të cilën do t'a shkrini në banjo mari. Më pas do të përgatisni 120 gram biskota, i grini, bëni pluhur, i bashkoni me 70 gram lajthi të pjekura edhe ato të bluara, duhen një 3 lugë gjelle qumësh për ta njomur pak masën, 3-4 lugë gjelle kokos të bluar, pluhur kokosi, dhe 1 lugë çaj rum. Ne nuk e shtuam sot, por nëse dëshironi mund t'ja shtoni nëse e pëlqeni dhe aromën e rumit. Dhe i përzjeni bashk, formoni këtë masën e brumit, duart me vaj dhe i jepni format. Një masë. Sigurisht edhe kjo pudrosja ka të lezetin edhe bukurin, shijem po ashtu. Duhet të ftohen, ë? Të marrë një pjatë me ngjyrë që ti vendosim, sepse masa është ende e nxehtë. Është e nxehtë dhe duhet të qëndroj pak. Marrë një jeshile se i shkon më shumë me ato flokët. Si të dëshiruash ti. Ajde, kur ta të mëruash edhe si të dëshiruash. Si të doje bardha zemër ty. Top kemi për të bërë, po ja, kjo besoj është mjaftueshëm. Pa tjetër që të ftohet, se shumë e nxehtë, edhe nuk qëndron. Të mftohet dhe mpikset më shumë. Pa tjetër dhe më pas sërisht u jepet një formë. Sërisht u jepet forma e rumbullakët. Që bashkohet mirë me plurin e kokosit. Ja, për shembull. E tillë, se është shumë delikate. Sepse është ende e ngrohtë, sepse sa më shumë kalojnë minutat, aq më shumë ngurtësohet edhe çokolada, kështu që e mban ato formën dhe e punojmë dhe pak. Kush nga ju nuk ka vjedhur çokolata? Brezim? Brezim? Po kishte mungesë, ta pret mendja.
Po ku i viznit? Apo kur linte një mysafir për shembull që e linte edhe nuk e konsumonte, që atëherë asnjë nuk e linte në pjatë, ne gëzohesh të hanin vetë. Po kështu ka qenë. Mi, po kjo pjesa e të vjedhurit si ndodhte? Po në të vjedhurit, po në thojza, në thojza se si. Në thojza vjedhet edhe libri edhe lule. Në thojza me zemër se ku kishte atëherë numëroshin gjitha. 6 copë, 12. Atëherë ishte jeta matematike gjallë. Tani është bërë ekuacioni vështirë shumë. Por, unë them, ka më shumë zgjidhje se sa probleme sot. Më shumë zgjidhje dhe zgjedhje. Po, thashtë në them në... E ti bëjmë ca flokë. Shi si hapet? Këtë të parën, për shembull, mund ta ripunosh. Që se mund t'jetë ftohur, po, kjo është ftohur pak dhe i vendosim tek pjata. Kështu pra i formoni çokoladëzat. Të lejë pak duart prap. Se çfarë forme mori kjo si hartë, kështu e gjitha me bazën me shtratin e kokosit. E përdorni dhe brenda pra tek mielli, tek pluhuri i kokosit, edhe për ta pudrosur çokoladën. Ne do t'i vendosim tani tek pjata, ju mos harroni. I keni në YouTube recetat e sotme. Pra, sfoliatën e mbushur, shifeni si ka ndalë, edhe e shumë e shkrifët, se dihet që peta sfoliatë është shumë e shkrifët, gjellën me mish viçi dhe me qep, me erza bim aromatike, shijon shumë, me një bukë të ngrohtë të bërë vetë në shtëpi, dhe çokoladat pastaj për sërish do punohen, sërish. Nuk e dia do arrim që t'i punojmë për së dyti. Ja, të tilla, sepse kështu bëheshin dikur. Do t'i vjedhim si... Po, si? I bën kështu si bombone, këtë jep të formë. Bonbon, don apo don. Bonbon. Ja. Ndë një herë, me ndryshë se kur jam në shtëpi. Arove që... Unë them ta mbyllim. Mbyllë se do lë kokrën e namit, mbyllë. Ju falenderojmë për vëmendjen, shihemi pas pak me rezën ton, kalofshi bukur këto minuta, kështu që bëni diçka të shpejt për anvisat që janë mbërthyer para ekranit, ju pres pas fleshit informativ.